Në qendrën sportive Sezar Suroj në Prizren është duke u bërë numërimi votave për asamble komunale, po shkon drejt të fundit edhe në Prizren, kurse numërimi për kandidat ka disa pengesa të vogla, por besohet se do të tejkalohet dhe shpejt edhe ato do të kryen. Atje janë numëruar tashmë 94.92% e votave, apo sipas KQZ-s kanë mbetur edhe 12 kuti pa numëruar. Nga të dhënat e publikuara del se Partia Demokratike e Kosovës është e para me 32.76% të votave, apo ka marrë 17.976 vota. E dyta është renditur Lëvizja Vetëvendosje me 20.69% të votave, apo 11.335 vota. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës e treta, e cila ka marrë 14.02%, apo 7.696 vota për të vazhduar pastaj me subjekte tjera politike që garuan në zgjedhjet e 12 torit, ku në Prizren ishin 8 subjekte që garuan për kryetar e për kuvendar.